Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Perëndin e falenderon çka gjendet në qiell dhe çka gjendet në tokë. Atij i takon pushteti i vërtetë dhe atij i takon falënderimi. Ai është i pushtetshëm për çdo gjë. Vetëm Allahun e madhra me, të spi për lavdën gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë. Në këto ajete të mrekullueshme përmenden disa nga atributet madhështore të Allahut të lartësuar. Në to flitet për meritën e plotë e Allahut për të qenë i adhuruar, flitet për zotërimin e tij absolut dhe për faktin se ai nuk ka kur nevojë për krijesat e tij, ndërkohë që të gjitha krijesat janë të varfëra, nevojtare, të përulura dhe të nënshtruara ndaj tij. Gjithçka në qiell dhe në tokë i bën tasbih. Allahu të lartësuar, duke e lavdëruar dhe duke e adhuruar atë si një, të vetëm dhe të pastër nga çdo emet dhe mangësi. Vetëm atij i përket tërë pushteti dhe vetëm atij i takon lavdia. Pushteti është totalisht vetëm në dorë të Allahut. Asnjë krijesë nuk del jashtë pushtetit të tij. Lavdia e plotë, falënderimi dhe mirënjohja i takojnë vetëm Allahut të madhruar. Ai është i lavdëruar për cilësitë e tij të plota dhe absolute. Ai është i lavdëruar për gjithçka që ka krijuar dhe e ka bërë të ekzistojë. Allahu meriton lavdinë për çdo ligj që ka vendosur për funksionimin e gjithësisë dhe për të zbatuar nga krijesat. Ai është i lavdëruar për të gjitha mirësitë që ka dhuruar në bujarinë e tij. Allahut i takon mirënjohja e plotë. Ai është i plotfuqishëm për gjithçka. Fuqia e Allahut është absolute. Nuk ka asgjë të pamundur për Allahun, nëse ai dëshiron të bëjë diçka. Ai ju ka krijuar juve, e ndonjëri prej jush është mohues, e disa prej jush janë besimtar. Çdo gjë që punoni ju, Perëndia është e mirë. Është ai që ju krijoi dhe prej jush ka mohues, ka dhe besimtar. Allahu i krijoi robërit dhe prej tyre bëri që të ketë besimtar dhe mohues. Qoftë besimi i tyre, qoftë mohimi i tyre, gjithçka është përcaktuar nga Allahu dhe nuk del jashtë pushtetit të tij. Allahu i ka dhënë çdo kujt forcë dhe vullnet të mjaftueshëm për të arritur gjithçka që dëshiron. Robërit ose do të zbatojnë urdhrat e Zotit në emër të dashurisë, madhërimit dhe nështrimit ndaj tij, ose do ta shpërfillin këtë që u kërkohet me zgjedhjen e tyre të lirë. Por ata, gjithsesi, nuk mund të dalin as pak nga pushteti i Allahut të lartësuar, të gjithditur dhe të urtë, i cili ja jep dhe ja lehtëson udhëzimin e drejtë atij që e meriton. Me pas, i lartësuari thot, Allahu e sheh gjithçka që bëni ju. Ai sheh të gjitha veprat e robërve dhe qëllimet e tyre për t'i shpërblyer me pas të sinqertet, duke u dhuruar udhëzimin dhe për t'u dhënë hakun gënjesharëve, duke i privuar nga udhëzimi i drejtë, të cilën nuk e meritojnë. Pasi na kujtoi krijimin e njeriut, i cili do të mbajë përgjegjësi për detyrimet që janë ngarkuar, Allahu i lartësuar flet për krijesat e tjera të tij, duke thënë: Ai ka krijuar qiellin dhe tokën në mënyrë të mrekullueshme dhe ai ju ka dhënë juve formën dhe figurat tuaja i bën të bukura dhe të gjithë do të ktheheni te ai. Ai krijoi qiellin dhe tokën për të vërtetën. Allahu krijoi qiellin, tokën dhe gjithçka që ndodhet mes këtyre krijesave madhështore. Në krijimin e tij të bukur e të rregullt nuk mund të gjesh asnjë mangësi. Allahu i krijoi të gjitha këto krijesat për hir të një vërtete të madhe, të synuar nga ai. Ai krijoi ato me një urtësi të madhe dhe për qëllime të larta. Ai ju dha pamjen që keni dhe këtë pamje ju a bëri të bukur. Në një ajet tjetër, Allahu i lartësuar thotë, vërtet, ne e krijuam njeriu në formën më të bukur. Tin 4. Njeriu është krijesa me formën më të mirë dhe me pamjen më të bukur. Me pas, Allahu i lartësuar i kujton ata për ditën e takimit me të, vetëm tek ai është kthimi juaj. Tek Allahu do të ktheheni ditën e gjykimit, kur Allahu i lartësuar do t'ju shpërblejë me bamirësinë dhe drejtsinë e tij për besimin ose për mohimin tuaj. Ai do t'ju pyes për mirësitë e shumta që ju ka falur, a u treguat mirënjohës apo jo ndaj tyre. I lartësuari përshkruan me te dijen e tij gjithëpërfshirëse, duke thënë: Ai i di të gjitha gjërat që gjenden në qiell dhe në tokë. Ai di fshecit tuaja dhe ato që i bëni haptazi, Perëndia i di të gjitha që keni në zemrat tuaja. Ai e di çfarë ka në qiell në tokë, di atë që e fshini dhe atë që e shfaqni hapur. Allahu di gjërat e padushme dhe ato të dushme, të fshehta dhe të hapura. Ai thot gjithashtu, Allahu e di edhe atë që fshihet në krahor. Allahu është i gjithditur qoftë për qëllimet e mira që fshihen brenda gjoksit, të cilat ai do dhe i shpërblen pa mas me bujarinë e tij, qoftë edhe për qëllimet e këqija që fshihen brenda tyre, të cilat Allahu i urën dhe e kërcënon me ndeshkim ata që nuk pendohen. Atëherë, nëse Allahu është i gjithditur për të fshehta që fsheh krahorori, atëherë njeriu i mençur dhe i urtë punon dhe përpiqet gjithmonë për të ruajtur të pastër shpirtin e tij. Ai përpiqet ta pastrojë atë nga çdo vesh i ulët të qëllim i keq nga njëra anë dhe ta pajisë atë me virtytet e larta nga ana tjetër. A nuk ju kanë arritur lajmet e atyre që me parë nuk kanë besuar dhe e kanë shijuar dënimin e veprimeve të tyre, për ta ka dënim të dhëmshëm? A nuk ju kanë treguar për ata të mëpashmit që nuk besonin, ndaj dhe vuajtën pasojat e rënda të veprave të veta, duke përshkruar cilësitë e tij të plota,
prej të cilave robërit njohin realisht madhështinë e tij, Allahu i lartësuar i nxit që të adhurojnë atë, të bëjnë çdo gjë të përcaktuar nga Allahu për ta kënaqur atë dhe t'i largohen çdo vepre që e zemëron atë. Në ajetet që vijojnë, Allahu i lartësuar na tregon rreth popujve të shkuar, historitë të cilëve janë përcjellë me saktësi edhe nga profetët e tij dhe vazhdojnë të përkujtohen ndërbreza. Allahu i lartësuar na rrëfen se çfarë bëri me këta popull, të cilët, kur profetët u përçuan të vërtetën dhe porositë e tij, ata e mohuan dhe i shpërfyllën me urrëtie armiqësi. I lartësuari na bën të ditur se të gjithë ata që mohuan shpaljet dhe profetët e tij, ai goditi me një ndeshkëm të rënd dhe poshtëruese në jetën e dynjas për të vuajtur kështu pasojat e mohimit të tyre. Por ndeshkimi i Allahut në ahiret është shumë herë më i dëmshëm. Ai thotë, ata i pret një dënim shumë i dëmshëm. Në jetën tjetër, për ta do të ketë ndeshkim shumë të dëmshëm. Allahu i lartësuar tregon edhe një herë shkakun e këtij ndeshkimi kur thotë: nga se kur profetët e tyre vinin me dokumentet e qarta, ata thoshin, a njeriu si ne do të na tregojë rrugën? Dhe nuk besuan, e u kthyen prej këshillave, e Perëndis nuk i nevojitet asgjë, ai është i pavarur dhe i lavdishëm. Kjo për shkak se kur u shkonin atyre të dërguarit me argumentet e qarta, ata thoshin, vallë, njerëzit do të na e tregojnë ne udhë. Ata morën ndëshkimin i merituar, sepse kur profetët e Zotit dërgoheshin tek ata me argumentet e qarta, që bënin të dallueshme të vërtetën nga kota, ata shprenin në veri arrogancë ndaj profetëve dhe mesazhit që ata përcjellin. Ata thoshin, vallë, njerëzit do të na e tregojnë ne udhë, përse duhet t'ju ndjekim ju, ndërkohë që ju jeni njerëz, sikurse edhe ne. Çfarë të veçantë keni ju që jeni më të mirë se ne? Në një ajet tjetër thuhet, të dërguarit u thanë, ne jemi veç se njerëz, sikurse edhe ju, por Allahu i adhuron mirësinë kujt të dojë nga robërit e vet. Nuk na takon ne të sjellim ndonjë argument përveç se me dëshirën e Allahut. Vetëm Allahut le t'i mbështetin besimtarët. Ibrahimi 11. Ata nuk pranuan ta merrnin në konsiderat mirësinë që Zoti u dhuroi profetëve të tij, duke i bërë edukatorë dhe udhëzuesit e krijesave. Në vend që të tregoheshin mirënjohës, ata u treguan kryeneqë dhe refuzuan të bindeshin e të jetonin sipas porosive hyjnore. Si pasojë, ata u sprovuan dhe u dënuan, duke u bërë adhurues të gurëve, të pemëve apo të çdo gjëje tjetër veç Allahut. Me te, Allahu i lartësuar thotë, kështu ata nuk besuan dhe kthyen shpinën. Ata mohuan Allahun e lartësuar dhe refuzuan të bindeshin atij. Por haruan të mirët se, në këtë mënyrë, dëmtuan vetveten dhe se Allahu nuk ka nevojë për adhurimin e krijesave. I lartësuari thotë, por Allahu nuk ka nevojë për ta, se Allahu është i pasur e i lavdëruar. Atë nuk e dëmton as pak mos adhurimin nga ana e krijesave dhe futja e tyre në humbje, sepse ai është ganiun, i pasur dhe hamid, i lavdëruar vetë tij. Allahu është i pasuri, të cilët i takon pasuria e plot dhe absolute në të gjitha drejtimet. Allahut i takon, gjithashtu, lavdërimi i plot për fjalët, veprat dhe të gjitha atributet e tij. Mohuesit kujtojnë se kur sesi nuk do të ngjallen, thuaju atyre, po, për Zotin tim, me siguri do të ngjalleni dhe pastaj do të informoheni se ç'keni punuar. Kjo për Perëndin është lehtë. Mohuesit pretendojnë se nuk do të ringjallën kurrë. Allahu i lartësuar na tregon rreth mohimit që qafirët i bëjnë me kokëforcë ringjalljes, pa pasur për këtë asnjë lloj detyrie të sigurt, udhëzim të qartë apo libër hyjnor. Me i nderuari dhe me i zgjedhuri krijesave urdhërohet që të betohet në Zotin e tij se ringjallja e krijesave është një çështje e sigurt, që nuk ka asnjë dyshim. Dita kur ata do të shpërblehen për veprat e tyre të poshtra dhe për mohimin e të vërtetës ka për të ardhur patjetër, thuaju, po, për Zotin tim. Patjetër do të ringjalleni dhe do t'ju paraqitet gjithçka që keni bërë. Kjo është lehtë për Allahun. Ringjallja dhe llogaria e krijesave për gjithçka që kanë bërë, e madhe apo e vogël qoftë, edhe pse për krijesat duket si diçka e vështirë, madje e pamundur që të arrihet, ajo nuk është as pak e pamundur për Allahun. Sikur të mblidheshin të gjitha krijesat dhe të përpiqeshin të gjitha së bashku për të ringjallur një njeri të vetëm, kur nuk do t'i arrinin. Por Allahu i lartësuar, nëse dëshiron diçka, mjafton të thotë bëu. Dhe ajo bëhet. Allahu i lartësuar thotë në një ajet tjetër, kur ti fryhet curit do të vdesin të gjithë, çka ka në qiell dhe çka ka në tokë, përveç atyre që do Allahu të mos vdesin. Pastaj do t'i fryhet atij për së dyti, dhe ja, të gjithë do të qëndrojnë në këmbë duke pritur urdhrin e Zotit. Zumer 68. Besoni në Perëndin dhe në të dërguarin e tij dhe në dritën Kur'anin që ju kemi sjell. Perëndia di mirë çdo gjë që punoni ju. Atëherë, besojeni Allahun, të dërguarin e tij dhe dritën që ne e zbritëm. Në ajetet e mësipërme, Allahu i lartësuar foli për ata që nuk e besojnë ringjalljen dhe llogarinë e drejtë në ditën e gjykimit. Pa dyshim, mohimi i ditës së gjykimit është treguesi i mohimit të Zotit dhe shpaljes së tij. Prandaj në ajetet vijose Allahu i lartësuar na urdhëron të bëjmë diçka që na ruan nga ndëshkimi, shkatërimi dhe dëshpërimi. Ai na urdhëron për të besuar drejt Allahun, të dërguarin e tij dhe librin e tij, bazuar në dije të saktë dhe të sigurt.
Allahu e quan librin e tij Nur, dritë. Drita është e kundërta e errësirës dhe larguesja e saj. Nuk ka dyshim se libri të cilën Allahu i lartësuar i shpalli profetit e tij është i mbushur me dituri dhe ligje që i ndriçojnë robit rrugën mes errësirës së frikshme të ignorancës. Çdo lloj udhëzimi i kërkuar jashtë librit të Allahut dhe traditës së profetit të tij s.a.u.s. dhe çdo lloj dituri e përftuar jashtë tyre, nëse nuk përputhet me mësimet e shpaljes, atëherë sherri që vjen prej tyre është më i madh se mirësia që pritet. E tillë është çdo lloj njohurje, përveç atyre që plotësojnë disa kushte, si të jenë në përputhje me qëllimet e mëdha, për të cilat u dërguan profetët, të ndihmojnë në përforcimin e besimit tek Allahu i lartësuar, i dërguari dhe te shpalja e tij, të sjellin një siguri të plotë në vërtetësinë e porosive që profetët sollën nga Zoti i tyre, të ndihmojnë që të punosh në mënyrë korrekte, duke kryer urdhra dhe duke u larguar nga ndalesat, sipas besimit të drejtë. Me pak fjalë, çdo njohuri që ndihmon të arrish këto synimet e larta është e vlefshme. Ndërsa njohuritë që të largojnë nga të tilla synime ose i cënojnë ato, janë të gjitha të dëmshme, në varësi të cënimit që ato shkaktojnë synimeve të larta. Allahu di në hollësi gjithçka që bëni ju. Prandaj do t'ju shpërblej sipas veprave që keni bërë, të mira apo të këqija qofshin. A ditë, kur ai Perëndia do t'ju tubojë juve në ditën e Kiametit, ajo është dita e mashtrimit ku shihen veprat e gabuara. Ai që beson në Zotin dhe punon vepra të mira, Perëndia ia fal mëkatet atij dhe do ta shpije në kopshtije, nëpër të cilët rrjedhin lumejt e ku do të qëndrojnë për herë, gjithmonë. Ai do të jetë sukses i madh. Ditën e ringjalljes, kur ai t'ju tubojë, do të jetë dita e humbjes dhe e fitimit. Kujtoni ditën kur Allahu i lartësuar do t'i tubojë të gjithë, të parët dhe të fundit, në sheshin e madh. Atë ditë, ai do t'i shpërblej robërit për veprat e tyre. Atë ditë do të dallohet qartë ndryshimi mes krijesave. Atë ditë do të ketë njerëz që do të ngrihen në gratat më të larta të Ilijen, në banesat ku i presin të gjitha mirësitë, begatitë dhe kënaqësitë e përgatitura nga Allahu i lartësuar, me mëshirën dhe bujarinë e tij. Atë ditë do të ketë grupe që do të zhyten të poshruar në skutat më të urta të xhehenimit, të mbushura me tmerr, ankth dhe dëshpërim. Ai është vendi i ndëshkimit të ashpër. Si shpërblimet, ashtu edhe ndëshkimet e të gjitha gratave janë fryti atyre çfarë krijesat bëjnë dhe përgatisin vete, në ditët dhe netët e dynjas. I lartësuari e përshkruan atë ditë si ju mu të gabun. Te gabun është dallimi mes humbjes dhe fitimit. Pikërisht atë ditë do të shfaqet qartë dallimi që ekziston mes të fituarve dhe të humburve. Besimtarët do të fitojnë mirësitë të shumta në tregtinë e tyre me Allahun e lartësuar, ndërsa keqbërësit do të hidhërohen për humbjen e tyre të madhe. Nëse dikush pyet se me çfarë mund të arrihet fitoria dhe çfarë e shkakton humbjen, Allahu i lartësuar thotë: kush beson Allahun dhe bën vepra të mira. Domethënë, shkaqet që sjellin suksesin dhe mirësinë janë një. Besimi i plot tek Allahu dhe i të gjitha çështjeve që Allahu i madhruar ka urdhëruar të besohen. Kryerja e veprave të mira sipas këtij besimi me sinqeritet për të fituar kënaqësinë e Allahut. Këtu futen të gjitha veprat e mira, të detyrueshme apo të pëlqyeshme, qofshin detyrime ndaj Allahut të madhruar, qofshin detyrime ndaj krijesave. Për cilin do që i plotson këto kushte, Allahu i lartësuar premton dhe thot: ai do t'i afshi të këqija dhe do t'a fusë me kopshte, nëpër të cilët rrjedhin lumenj dhe ku do të jenë përgjithësisht. Kjo është fitoria e madhe. Atje do të kenë gjithçka që vua dëshiron shpirti dhe që ju kënaq syrin. Atje mund të zgjedhin çfarë të duan. Kjo kënaqësi do të vazhdoj përjetësisht. Ndërsa duke treguar shkakun e ndëshkimit të atyre që do të hidhen në zjarr, Allahu i lartësuar thot: e ata që nuk kanë besuar dhe i kanë mohuar dokumentet tona, do të jenë banorë të zjarrit, në të do të qëndrojnë për herë. E sa mbarim i tmerrshëm asaj. Ndërsa ata që nuk besojnë dhe i mohojnë argumentet tona, ata do të jenë banorë të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ata mohojnë argumentet e Zotit pa qenë të bazuar në ndonjë fakt, argument logjik ose tekste hyjnore. Madje, përkundrazi, atyre u vijnë argumentet e qarta dhe të pakundërshtueshme për të besuar të vërtetën dhe për të jetuar sipas saj, por ata i kundërshtojnë me urrëtie e kokëforci. Për këta, Allahu i lartësuar thot: ky është përfundimi më i keq. Në xhenem janë mbledhur ndëshkimet më të ashpra. Banorët e atij vendi janë të pashpresë, pasi aty do të mbeten përgjithmonë. Nuk ngjan kurfar fatkeqësi pa lejen e Perëndisë, e ai që i beson Perëndisë, ja udhëzon në rrugë të drejtë zemrën e tij. Perëndia di mirë çdo gjë. Çdo fatkeqësi ndodh vetëm me lejen e Allahut. Kush i beson Allahut, ai ja udhëzon zemrën. Allahu di gjithçka. Ajeti flet për të gjitha llojet e fatkeqësive, ato që na ndodhin në veten tonë, në pasuri, në fëmijë, në të dashurit dhe në çdo aspekt tjetër. Çdo gjë që e godet robën ndodh me përcaktimin dhe lejimin e Zotit. Allahu i madhruar e ka ditur që më parë gjithçka që do të ndodhte dhe këtë dituri absolute të Allahut të shkroi lapsi i tij.
Atë që lapsi i tij e shkroi, Allahu i madhëruar e krijoi në realitet, duke e renditur saktësisht dhe duke e bazuar në urtësinë e tij të plot për gjithçka. Vallë, a është në rregull njeriu në raport me këtë çështje të rëndësishme të besimit apo jo? Është e ditur se Allahu i lartësuar i ka lënë çlokujt mundësitë e lirë zgjedhjeje nga njëra anë dhe ka premtuar për ata që zgjedhin të mirën dhe përpiqen për të se do t'i ndihmojë dhe udhëzojnë në më të mirën nga ana tjetër. Nëse robi kryen atë që kërkohet prej tij, ai do të fitojë shpërblimin e madh dhe mirësitë e shumta në dynja dhe ahiret. Nëse robi beson se gjithçka që ndodh në këtë dynja, qoftë ato që na gëzojnë, qoftë ato që na hidhrojnë, ndodhin me lejen dhe përcaktimin e Allahut të urtë, atëherë ai pranon ato dhe kënaqet me përcaktimin e Allahut. Nëse robi i bindet porosive të tij, atëherë Allahu i lartësuar ka për t'i auzuar zemrën. Rrjedhimisht, ky njeri do të jetë tërësisht i qetë dhe i përmbajtur gjatë provave të vështira, ndryshe nga që ndodh me ata që Zoti nuk ua ka auzuar zemrën. Të udhëzuarit janë të qëndrueshëm që në momentet e para kur godet sprova dhe, në këtë mënyrë, përveç shpërblimit të madh që Zoti i lartësuar u jep në këtë dynja, ata rezervojnë një shpërblim të pamatë për ditën e llogarisë. Allahu i lartësuar thotë: "Thuaj, o robërit e mi që keni besuar, kijeni frikë Zotin tuaj. Ata që bën mirë në këtë jetë do të kenë mirësi. E gjerë është toka e Allahut. Durimtarëve do t'u jepet shpërblim pa mas." Zumer 10. Nga kjo kuptohet se kush nuk beson në kaderin e Zotit gjatë goditjes së fatkeqësive, por bazohet tërësisht vetëm në vëzhgimin e shkaqeve dhe pasojave, ai ka për të humbur i pa shpresë, sepse Zoti i lartësuar ka për ta lënë atë mbështetje të veçja. Dihet se nëse robi nuk ka mbështetje tjetër veç vetvetes, për të do të ketë veç ankth, frikë dhe dëshpërim. Këto janë pjesë e ndëshkimit të dynjas para ndëshkimit të ahiretit. Të ndëshkime janë tërësisht të meritueshme për shkak të mungesës së durimit ndaj kaderit të Zotit. Ndërsa po ta shohim ajetin në një spektër më të gjerë, dalim në përfundimin se çdo kush që beson gjithçka që është urdhëruar të besohet, siç është besimi në Allahun e lartësuar, në melekët e tij, shpalljet e tij, profetët e tij, ditën e gjykimit dhe në caktimin e të mirës dhe të keqes prej tij, dhe me pas se vërteton këtë besim me veprat përkatëse, atëherë ky njeri ka plotësuar kushtin kryesor që Allahu i lartësuar t'i japë zemrën për udhëzimin e drejtë. Me fjalë të tjera, nga robi kërkohet që ai të besojë gjithçka që duhet besuar, duke u bazuar në dijen e saktë dhe të sigurt të sjellë nga shpallja e Allahut dhe të punojë me sinqeritet sipas këtij besimi. Nëse ai e bën këtë, Allahu i lartësuar ka për t'i dhuruar udhëzimin e drejtë, duke e ndihmuar dhe forcuar që të rregullojë dhe përsosë gjendjen, fjalët dhe veprat e tij. Ky është shpërblimi më i mirë që Allahu i lartësuar u jep besimtarëve, ashtu sikurse na e ka bërë të ditur këtë fakt shumë herë në Kur'an. Qëndrueshmëria e zemrës gjatë sprovës kalitet nëpërmjet sigurisë së plotë në premtimin e Allahut, i cili thotë: Allahu i forcon besimtarët me fjalën e fortë në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër, ndërsa të padrejtet Allahu i lën në humbje. Allahu bën gjithçka që dëshiron. Ibrahimi 27. Kështu, besimtarët e vërtetë janë njerëzit me zemrën më të qetë dhe më të qëndrueshme gjatë sprovave dhe përballjeve të vështira. Ata janë njerëzit më të mençur, më të urtë dhe më të përmbajtur për shkak të imanit që mbush zemrat e tyre. Për uluni Perëndis dhe profetit e tij, e nëse shmangeni ju, profeti ynë ka të vetmën detyrë që t'ju shpjegoj qartë. Bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Bindjuni Allahut dhe të dërguarit të tij duke zbatuar me përpikmëri urdhrat e tyre. Padyshim, bindja ndaj Allahut dhe bindja ndaj profetit janë themelët mbi të cilat ndërtohet lumturia. Ato janë rruga e vetme e suksesit në aspektin e sigurimit të çdo të mire dhe të shpëtimit nga çdo e keqe, në dynja dhe në ahiret. Nëse ju ktheni shpinën, atëherë dijeni se detyra e të dërguarit tonë është vetëm kumtimi i qartë. Nëse refuzoni të bindeni ndaj Allahut dhe ndaj profetit e tij, dijeni se përgjegjësia e profetit është thjesht qartësimi i së vërtetës, duke ju bërë tërësisht të kuptueshme shpalljen me të cilën Allahu i madhruar e dërgoi ndër ju. Pas këtij qartësimi, askujt nuk i mbetet me justifikim para Allahut të lartësuar. Detyra e profetit nuk është që t'ju bëj ta pranoni të vërtetën dhe të jetoni sipas saj. Edhe llogaria juaj nuk është detyrë e tij. Ai që do t'ju marrë në llogari dhe do t'ju shpërblej ose ndëshkoj, në lidhje me bindjen ose jo ndaj Allahut dhe ndaj profetit e tij, është njohësi i të fshehtave dhe i të dukshmeve, Allahu i vetëm dhe i pashoq. Perëndia është i vetmi Zot dhe vetëm te Perëndia le të mbështeten besimtarët. Allahu është ai që, veç tij, nuk ka të adhuruar tjetër me merit. Allahu dhe vetëm ai e meriton adhurimin. Çdo adhurim i kushtuar dikujt tjetër veç Allahut është adhurim i kotë, i papranueshëm, i padobishëm dhe i dënueshëm, prandaj vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. Vetëm Allahut le t'i mbështeten dhe t'i kërkojnë ndihmë besimtarët për gjithçka që i shqetëson dhe për gjithçka që duan të arrijnë. Asnjë çështje nuk realizohet pa ndihmën e Allahut. Nuk ka mundësi tjetër për arritjen e qëllimeve, përveç se me mbështetjen e Allahut.
Mbështetja te ukull e plot dhe rregull tek Allahu i lartësuar arrihet vetëm duke pasur mendim të mirë për Allahun e lartësuar, duke pasur siguri të patundur se Allahu i plotfuqishëm është plotësisht i mjaftueshëm si ndihmues për realizimin e çështjeve. Brata e tevekullit është në varësi të besimit. Sa më i fortë të jetë besimi, aq më e madhe është mbështetja tek Allahu i lartësuar. O besimtar, me të vërtetë, edhe prej grave tuaja edhe prej fëmijëve tuaj keni armiqë, andaj ruajuni prej tyre. E nëse ju nuk u ashtin për të madhe gabimet dhe i harmonizoni marrëdhëniet dhe u falni, është mirësi e Perëndia, me të vërtetë është falës dhe mëshirues. O ju që keni besuar, vërtet, disa nga bashkëshortet tuaja dhe fëmijët tuaj janë armiqtë tuaj. Prandaj keni kujdes prej tyre. Allahu i lartësuar i këshillon besimtarët që të mos hutohen me gratë dhe fëmijët e tyre, sepse disa prej tyre mund të jenë edhe armiq. Armik është ai që të dëshiron të keqen, prandaj detyra jote është që të jesh i kujdesshëm, i përgatitur mirë dhe vigjilent ndaj tij. Sigurisht, njeriu është i prirur për nga natyra e tij që t'i dojë bashkëshorten dhe fëmijët, por Allahu i lartësuar i këshillon robërit e tij që të jenë të kujdesshëm dhe të mos i përgjigjen kërkesave të grave dhe të fëmijëve të tyre, kur ato bien në kundërshtim me kërkesat e fesë. Allahu i lartësuar i nxit robërit e tij që të zbatojnë porositë e tij dhe gjithmonë t'i japin përparësi kënaqësisë së tij, duke u kujtuar shpërblimin e madh që ka përgatitur për ta. Ata duhet që t'i japin përparësi ahiretit, kundrejt kësaj dynjaje të përkohshme dhe mashruese, e cila një ditë do të zhduket. Dikush mund ta keq kuptojë këtë porosje, duke menduar gabimisht se duhet të tregohet i ashpër me gratë dhe fëmijët. Për këtë arsye, Allahu i lartësuar e bën të qartë duke na urdhëruar që, nga njëra anë, të kemi kujdes, por gjithashtu të tregohemi të butë, tolerant dhe falës me ta. Duke zbatuar këtë porosje të Allahut të lartësuar, do të arrijmë mirësitë e panumërta. Nëse i falni, toleroni dhe u ambuloni gabimet e tyre, ta dini se edhe Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Shpërblimi i Allahut është sipas veprës së robit. Kur një njeri e fal tjetrin, edhe Allahu e fal atë. Nëse tregohet i butë dhe tolerant me tjetrin, edhe Allahu i lartësuar tregohet i butë dhe toleron atë. Nëse ai u ambulon të metat dhe tregohet i mëshirshëm me njerëzit e tjerë, Allahu i ambulon të metat dhe tregohet i mëshirshëm me këtë njeri. Ai që bën vepra të cilat Allahu i lartësuar i pëlqen dhe i trajton njerëzit e tjerë ashtu si ata kënaqen, por duke u ruajtur nga haramet dhe gjërat e dëmshme, ai ka për të arritur dashurinë e Allahut dhe dashurinë e krijesave. Përveç kësaj, mbarësia e çështjeve të tij do të jetë e vijueshme dhe e sigurt. Pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm provë për ju, e te Perëndia shpërblimi është i madh. Nuk ka dyshim se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë veçse provë, ndërsa tek Allahu është shpërblimi i madh. Të jeni të kujdesshëm në marrëdhëniet me ta. Ai që i ruan kufijtë e Allahut në çdo aspekt të jetës, le ta di se tek Allahu e pret një shpërblim i madh. Atje e pret përjetësia në xhenetin e mirësisë dhe bujarisë së pamalt të Allahut të lartësuar. Andaj druajuni Perëndisë sa të mundeni dhe dëgjoni dhe përuluni dhe shpenzoni prej pasurisë suaj për të mirën tuaj. E ata që ruan nga lapmia e madhe janë fitues. Bëhuni të devotshëm ndaj Allahut sa të mundeni, Allahu i lartësuar na urdhëron për devotshmëri ndaj tij. Devotshmëria realizohet me kryerjen e udhëresave dhe largimin nga haramet, me dashuri, madhërim dhe nënshtrim ndaj Allahut të lartësuar. Urdhrin për devotshmëri Allahu i lartësuar e ka lidhur ngushtë me mundësinë dhe fuqinë tonë për ta realizuar atë. Ai na ka urdhëruar të jemi të devotshëm sa të kemi mundësi dhe fuqi, jo jashtë mundësive tona. Ky ajet tregon, gjithashtu, se për çdo detyrën të sheriatit që robi nuk ka mundësi dhe fuqi ta zbatojë, ai nuk do të merret në përgjegjësi. Nga ana tjetër, nëse robi ka mundësi që të realizojë një pjesë të detyrimit, por nuk ka mundësi ta realizojë pjesën tjetër, ai duhet të kryejë patjetër atë që ka mundësi. Për pjesën tjetër ai është i justifikuar dhe nuk merret në përgjegjësi. Kjo i ngjan thënies së profetit asë, nëse ju urdhëroj për diçka, zbatojeni aq sa keni mundësi. Ky rregull i sheriatit vlen për një mori çështjesh të sheriatit, dëgjoni, binduni dhe shpenzoni për bamirësi. Allahu i lartësuar urdhëron për disa gjëra, të cilat, nëse zbatohen, ai premton el felah, do me thënë, fiturin e madhe, arritjen e çdo mirësie dhe shpëtimin nga të keqijat. Allahu i lartësuar thot se pari, dëgjoni. Pra, dëgjoni këshillat, qortimet dhe paralajmërimet që Allahu ju jep. Dëgjoni ligjet që Zoti ju ka caktuar për të jetuar sipas tyre. Dëgjoni diturinë e dobishme dhe të vërtetë me qëllimin që të bindeni dhe të punoni sipas saj me sinqeritet për Allahun. Binduni Allahut dhe të dërguarit e tij në të gjitha porositë e tyre, të cilat janë udhëzimi më i mirë dhe rruga e vetme për rregullimin e çështjeve tuaja. Shpenzoni për hir të Allahut, qoftë duke bërë shpenzime të detyrueshme, të urdhëruara nga Allahu, qoftë shpenzime të pëlqyeshme vullnetare. Padyshim, kjo është gjëja më e mirë për ju, qoftë në lidhje me mbarësinë në jetën e dynjas, qoftë në lidhje me përfundimin e mirë në ahiret. Kjo është në të mirën tuaj.
Nuk ka dyshim se gjithë mirësia është e lidhur ngushtë me zbatimin e porosive të Allahut të lartësuar dhe në shtrimin ndaj ligjit të tij. Nga ana tjetër, e gjithë e keqja vjen nga mosbatimi i porosive të Allahut të lartësuar dhe mosnështrimi ndaj ligjit të tij. Por është një faktor i cili pengon shumë njerëz që të bëjnë shpenzime të detyrueshme. Ky është vesi i kopratësisë që karakterizon shumicën e njerëzve. Ajo i bën njerëzit që të dëshirojnë gjithçka për vete dhe të urrejnë ndarjen e pasurisë së tyre me të tjerët. Për ata që Allahu i lartësuar i ka ruajtur nga kopratësia, të cilët shpenzojnë lishëm në furat e mirësisë, thuhet, kush i ruhet kopratësisë së vetes, është i shpëtuar. Ata janë të shpëtuar dhe të fituar, sepse arrin të gjitha gjërat e mira që dëshirojnë dhe shpëtojnë nga çdo gjë secilës i druan. Ky ajet nuk bën fjalë vetëm për shpenzimin në rrugën e Allahut, por ai është nxitje për të zbatuar me përpikmëri çdo urdhër të Allahut të lartësuar dhe të profetit të tij. Arsyeja është se kur shpirti i njeriut është i mbushur me kopratësi, ai nuk bindet për asnjë porosi hyjnore. Kopratësia e mban robën të prangosur, duke e privuar atë nga shumë të mira, të dynjas dhe të ahiretit, dhe duke e bërë atë të harrojë edhe vetveten. Nga ana tjetër, nëse shpirti i njeriut është i qiruar nga kopratësia, nëse është i qetë dhe plot besim me dobit dhe mirësi që sjell zbatimi i ligjeve të Zotit, nëse ai synon që të kënaqë Zotin e lartësuar, madje e bën këtë lajt motivin e jetës së tij, atëherë atë nuk e pengon asgjë nga veprat e mira, qoftë në kryerjen e detyrimeve, mes të cilave edhe shpenzimin në rrugët e mirësive, qoftë në largimin nga haramet. Mjafton që ai të mësojë një porosit e Zotit apo të profetit, dhe ai menjëherë nxiton që ta kryejë atë me të gjitha mundësitë e tij, sepse e di se zbatimi i saj e kënaq Zotin e lartësuar. Të tilla adhurues do të fitojnë çdo mirësi të premtuar nga Zoti i lartësuar dhe do të jenë të sigurt nga çdo e keqe apo ndëshkim. Pastaj Allahu i lartësuar vjen të inkurajojë në mënyrë të veçantë dhe të theksuar për shpenzimin në rrugën e tij. Ai thotë: "Nëse jepni ua të bukur Perëndis, ai ua kthen shumë fshkat dhe ua fal gabimet. Perëndia është falëndërues dhe nuk nxiton në dënime. Nëse jepni Allahut një hua të mirë, ai do t'ju shumëfishojë atë dhe do t'ju falë gjunahet. Një hua e tillë konsiderohet çdo shpenzim prej pasurisë halal, nëse robi me të synon të kënaqë Allahun e lartësuar dhe të lumturohet me veshtrimin në fytyrën e Allahut në xhenet, por edhe duke shpenzuar atë atje ku duhet. Për këtë vepër të mirë, Allahu i lartësuar e shumëfishon 10 fish, 700 fish e shumë herë më shumë shpërblimin në krahasim me shpenzimin e krye. Madje, si pjesë e shpërblimit të atij që shpenzon për hir të Zotit është edhe falja e gjunaheve, sepse i lartësuari thotë dhe do t'ju fal gjunahet. Nuk ka dyshim se gjunahet fshihen nga Allahu i lartësuar nëpërmjet veprave të mira në përgjithësi dhe nga sadakaja në mënyrë të veçantë, sikur se thuhet në një ajet tjetër, dhe falen namazin në 2 skajt e ditës edhe në orët e afërta të natës. Sigurisht që veprat e mira i shijojnë ato të këqijat. Ky është kujtim për ata që kujtojnë Zotin e tyre. Bëj durim se, me të vërtet, Allahu nuk u humb shpërblimin me përmirëve. Hud 114, 115. Allahu është mirënjohës i madh dhe i butë. Allahu i lartësuar është shekur, mirënjohës i madh. Ai nuk shpërfill asgjë të mirë, sado e vogël dhe e parëndësishme të duket. Allahu pranon dhe shpërblen pa mas, me bujarinë e tij të pashëmbullt, madje edhe për veprat më të vogla të kryera nga robi. Edhe pse ato vepra mund të jenë të vogla, të mangëta dhe të padenja si lavdërim për madhësinë e krijuesit, përsëri bujari i madhruar shpërblen shumë për to. Allahu i lartësuar tregohet mirënjohës dhe shpërbyes shumë i madh për atë rob që, për hir të tij, duron vështirësitë dhe rëndesat, duron gjatë përpjekjeve për të plotësuar detyrimet që ai ka ngarkuar. I lartësuari e ka bërë rregull të pakfyeshëm, nëse dikush le diçka për hir të Allahut, Allahu ka për t'i zëvendësuar atë gjë me diçka më të mirë se ajo. Allahu i lartësuar është Alim, i butë, pra, nuk nxitohet që ta ndeshkojë menjëherë gabimtarin, por e afatizon dhe i jep mundësi atij të pendohet. Ai afatizon, por kur nuk e harron dhe ta lër pa e marrë në përgjegjësi. Allahu i lartësuar thotë: "Nëse Allahu do t'i dënonte njerëzit sipas veprave të këqija të tyre, nuk do të linte mbi faqen e dheut asnjë gjallësë. Por ai le ata deri në afatin e caktuar. Por kur të vijë afati i tyre, le ta dinë se Allahu shikon gjithçka nga robëritë e vet." Fatir 45. Ai është njohës i gjërave të dukshme dhe të padukshme, ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Ai është i gjithdituri për të fshehtat dhe të dukshmet, ngallënimtari dhe i urti. Allahu i lartësuar është i gjithditur për çdo gjë të fshehtë apo të dukshme. Ai është i gjithditur qoftë për ushtritë e tij, të cilat e di vetëm ai dhe askush tjetër, qoftë për krijesat të cilat shihen edhe nga robërit. Allahu i lartësuar është El Aziz, ngallënimtari, i pamposhturi. Atij nuk mund të shmanget askush. Para pushtetit e tij, çdo gjë është e nështruar. Allahu është El Hakim, i urti. Çdo gjë që e ka krijuar, Allahu e ka bërë me një urtësi të madhe. Çdo ligj që ka vendosur, Allahu e ka vendosur me urtësinë e tij.
Ai çdo gjë e vendos në vendin e vet, duke I dhënë hakun që I takon. Të tu përfundonte siri I surës të gabun dhe vetëm Allahut I takon falënderimi dhe mirënjohja për gjithçka.